Jo më larg se para një jave është lajmëruar se Serbia ka blerë raketa supersonike nga Kina. Si e shikoni këtë zhvillim? Nuk është zhvillim i ri. Serbia ka shumë vite që armatoset, ka porositur avion Rafale nga Franca, ka porositur armatim nga Rusia, pra Serbia ka të paktën 10 vjet që po përgatitet intensivisht për të qenë gati ushtarakisht. Tani, unë mendoj që çdo njeri serioz, çdo analist serioz e di që kushdo që përgatitet, kushdo që merr këtë lloj pozicionimi, sigurisht që ka plane caktuara dhe kundërpërgjigja që ka në kushte normale, një shtet normal, do të kundërpërgjigje këtij lloj pozicionimi duke u përpjekur që të armatose ose që të krijonte burime ushtarake për t'u përgjigjur këtyre kapaciteteve. Në Shqipëri ndodhe kundërta, nuk ka ende një diskutim për shembull për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Do ishte mirë që ky diskutim të ishte në rend të ditës, të rikthehej shërbimi i detyrueshëm ushtarak, jo vetëm për meshkujt, por edhe për femrat, të ishte të paktën 2 vjet, të rikrijoheshin strukturat e ushtrisë shqiptare, të cilat në mënyrë kriminale u shkatërruan gjatë gjithë këtyre viteve nga të gjitha palët e Parisë së Tiranës, dhe të ishte menduar një strategji për rikthimin ose rindërtimin e industrisë së armëve shqiptare. Kryeministri aktual ka bërë disa përpjekje, po të cilat janë më shumë të lidhura me bërjen e parave dhe me pazaret që ai ka bërë ndërkombëtarisht me sindikatën ndërkombëtare të krimit, sesa me përftimin e kapaciteteve reale për mbrojtjen e shqiptarëve. Sigurisht që Serbia armatoset, Greqia porosit avionët më të fundit amerikan F-35, ndërkohë që Shqipëria merret me zgjedhjet në PD apo me molotovët e flamurnogës. Është për të ardhur keq, është për të qeshur, por dhe për të qarë në të njëjtën kohë. Si e shikoni të ardhmen e kësaj lufte dhe besoni që do mbarojë së shpejti apo do jetë si lufta Rusi-Ukrainë? Unë mendoj që kjo përplasja rajonale në lindjen e mesme është pjesë e një konflikti më të zgjeruar që ka filluar që herët, që në 2014, i cili gjasat janë që të mos zvoglohet, po të zgjerohet, për shkak të interesave të ndryshme të tjerë. Për sa i përket lindjes mesme, Irani e gjen veten në një pikë ku nuk mund të ndalë këtë luftë pa u siguruar që nuk do të sulmohet më, dhe kështu janë shprehur udhëheqësit iranian. Ajo që mbetet për të parë është nëse do të rezistojë regjimi në Teheran presionet dhe trysnit që po merren jo vetëm nga lufta, por edhe prishin e radhëve, sepse me sa duket Izraeli ka një strategji të caktuar për vrasjen e të gjithë drejtuesve të shtetit në mënyrë që të dobësohen strukturat. Deri më tani strukturat kanë qëndruar dhe janë konsoliduar. Por nëse kjo do të vazhdojë, nëse strukturat vazhdojnë edhe deprivohen nga komanda, nga struktura komanduese, është e mundur edhe që të dobësohen edhe që të kemi protesta apo ndryshim qeverie në Teheran. Por për momentin kjo nuk është e dukshme, e kundërta, ka ndodhur një konsolidim i fuqisë brenda gardës revolucionare të Iranit, e cila është pushtetmbajtësi real brenda shtetit iranian. Kështu që nga ky pikë vështrim unë nuk shoh zgjidhje të shpejta. Unë mendoj që më shumë shanse ka për të zgjeruar lufta, për të hyrë në një fazë edhe më intensive, për të zgjeruar edhe gjeografikisht, se sa për të zvogluar. Megjithatë, për çdo lloj shkalle përshkallëzuese,
ka gjithsesi një mundësi për marrëveshje të brendshme, për të shpëtuar të shpëtueshmen, siç thuhet në anglisht, sepse ekonomia botërore është duke u rrezikuar në mënyrë të pakthyeshme, pra jemi në çmimin e naftës ende diku midis 100 dhe 115 dollarëve për fuqi të Brentit, të paktën. Parashikohet që nëse kjo vazhdon deri në fund të marsit, që është shumë pranë, mund të shkojmë edhe deri në 130 dollar për fuqi, dhe ekonomia botërore, perëndimore sidomos, është e pa qëndrueshme me këtë çmim të naftës. Kështu që diçka duhet ndodh në momentin që shkon 130, ka disa analistë që parashikojnë që do të shkojë edhe mbi 130, mund të shkojë edhe deri në 200 dollar, ka analistë që janë pro Rusisë, Kinës dhe Iranit, të cilët mendojnë se ky do të jetë fundi i dollarit të mbështetur tek nafta, i petrodollarit siç quhet, dhe do të kemi një rikthim drejt monedhave të tjera. Në fakt, Irani është duke tregtuar naftë në këtë periudhë, duke u bazuar në monedhën kineze yuan. Pra, për shkallëzimi mua më duket pothuajse i pa evitueshëm, por gjithmonë ka rampa zbritse, siç quhen, të cilat mund të krijojnë marrëveshje të përkohshme. Në fakt, ka pasur reagime të para lidhur me luftën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku drejtori i Departamentit kundër terrorizmit ka dhënë dorëheqjen me pretendimin dhe argumentin se kjo luftë nuk ishte luftë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se Irani nuk kishte kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si është atmosfera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë luftë? Sigurisht kjo që thatë ju është e vërtet, ka shumë zëra cilat flasin për arsye të ndryshme të dorëheqjes, por nëse e marrim për të mirëqenë, ky është zotëria që dha dorëheqjen ishte një nga përfaqësuesit e njërës nga rrymave të lëvizjes MAGA, që është lëvizja që solli në pushtet presidentin Trump. Nuk do t'i jepja më shumë peshë se sa ka dorëheqja. Ishte një moment kyç, një moment serioz, por unë mendoj që është moment që do të tejkalohet nga administrata. Problemi më thelbësor është fakti që ka një lloj mospërputhje midis projekteve ideologjike të MAGA-s, pra të projektit politik të presidentit Trump, dhe realitetit. Pra mospërputhja qëndron tek fakti që MAGA e shihte presidentin Trump si përquesin e një strategjie të mbylljes dhe jo të hapjes ndaj luftrave e të tjera. Ishte e paevitueshme që të mbrinim këtu, sepse shpesh herë retorika politike e brendshme nuk përputhet me realitetin ndërkombëtar. Unë mendoj që realiteti është më i ndërlikuar se sa e shohin edhe publiku amerikan, sepse lufta bëhet jo thjesht për lindjen e mesme, lufta bëhet në një përballje të madhe me Kinën, një përballje të madhe për të tërhequr brenda asaj që quhet grupimi pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të paktën neutral të Rusisë, duke i dhënë Rusisë atë çka dëshiron, në mënyrë që kur të vi momenti i përballjes me Kinën, Shtetet e Bashkuara të gjenden në pozicion të favorshëm dhe të kontrollojnë të gjitha pikat kyçe gjeostrategjike në një përplasje eventuale me Kinën. Ky është qëllimi real i luftës dhe unë mendoj që ka ende shumë për të bërë që ka shumë çka do të ndodh që të shohim se ku do të shkojnë gjërat, por ajo që duket qartas është që kemi një përshkallëzim të përplasjes, kemi një ndërhyrje të madhe të Rusisë dhe Kinës në favor të Iranit, duke furnizuar Iranin me inteligjencë mbi vendodhjen e trupave dhe bazave amerikane dhe të avionëve amerikan. Kemi një ndërhyrje të Kinës të fshetë, por jashtëzakonisht shumë të fortë, duke furnizuar Iranin me lëngun
me cilin mbushen raketat, me kimikatin që prodhon lëngun që mbushen raketat, lëngun plasës, e të tjera, e të tjera. Pra, kemi një pozicionim të qartë të disa forcave, kemi gjithashtu edhe një Evropë e cila e gjen veten pa busull, të pafuqishme, pa fuqi ekonomike dhe ushtarake, e cila është e varur nga zhvillimet dhe e cila megjithatë po përpiqet vendet caktuara si Polonia, Gjermania janë duke u përpjekur që të rrisin potencialin ushtarak në mënyrë që t'i përgjigjen këtyre situatave shumë të ndjeshme. Po, më lejoni gjithashtu që ta kthej tek Shqipëria. Njerëzit duhet ta pyesin veten çfarë po bën Shqipëria në këtë situatë ndërkombëtare plasëse, e cila po shpërfaqet për ditën më tepër. Shqipëria po merret me gjëra të parëndësishme, Shqipëria merret me deklarata të cilat parlamenti del në mbështetje të njërës palë apo tjetrës. Shqipëria nuk ka asnjë lloj strategjie për të kundërpërgjigjur rreziqeve, nuk ka diskutim publik mbi rreziqet që na kanosen, kush janë rreziqet, nuk flitet për manovrat e Serbisë në kufi me Kosovën, që është praktikisht pjesë duhet të jetë pjesë e zonës shqiptare, sepse Kosova është pjesë e një zone të populluar me shqiptar, nuk flitet për situatën e Ilirit, nuk flitet për zhdukjen graduale të popullsisë shqiptare në Malin e Zi, nuk flitet për të drejtat e mohuara të shqiptarëve në Greqi, ku nuk njihen as si pakic, nuk flitet për asgjë në Shqipëri përveç se për cicmicet e ditës, përveç se për bullallëqet e përditshme të Paris, të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere, jo sepse nuk kanë vlerë politike, po sepse paria në fundit veprojnë bashkë. Ecin bashkë, duan thjesht të ruajnë sistemin dhe nuk ju ndjen as pak për interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.